kjort, t'ja tham pak ma kjort, sa den. Qëre, one po të tham, one nesra lidhna me një djallë, edhe i tham ati djallit, okej, ti ki qëtë biznes tonë, nuk du me torë në biznes tonë, nuk du me të përzi, t'lutna ma qelë një salon mu, jo t'lutna, po qelë ma një salon, nesra one e baj një fmi temen, më sholla zbona me salon e tha me the fmija, edhe e bajën që atë fmin tem, une nuk du burrin tem e thirë në telefon me thonë, allo, djalli jam s'ka tamel, djalli jam s'ka këto, e kam porën tem, e marrë fmin tem, daj, shka i knoqna. Unë jam rrit, unë e qështë tësh, jam rrit, jo, ashtë unë e kam 10 vjetë që jetoj vetë, 10 vjetë, familja jam e din moshën 16 vjeqe, kanë bo gjithë shka për mu, prej moshës 16 vjeqe, do me thonë, unë e këmë përparu vetë, menaj keq senet vetë, unë e menaj njëtin sen që shemenan babem për një shpi, qysh për faktura, qysh për harq, qysh me mbajt një tanat. Po du me qështë temen, kjo është e mira kësoj, po dojnë aty që gruaja dhe vetëmundet me qene suksesme, pa prit që jetën e luksit me abo burë. Unë e kom jetu që 16 vjeqe vetë, këtë sen e din këthuja gati krejtë, si 16 vjetë i kom pas, kur kam e ka shkel në Prishtinë edhe për 16 vjetë, unë kom luftu vetë. Unë jam kur me një djallë në lidhje, para do në këna bashkitu e krejt 5 vjetë, po në 2 pare pas këna mujtë mi bo. Edhe e kom dosht e krejt, pse se atere nuk o konë si sot mendime që, o zët, du me pas edhe unë qëtë veshje, du me pas edhe unë e këto. Mendimet ndrojnë, sa do më koril ndrojnë. Është një fjallë që ja ka fillu si për hajgare, për e femrave, po sot është për mi 100% realitet. Qka është e jamja, është e jamja, qka është e jotja, është edhe jamja. Normal. Që e normal, apo kuptëm. Gjenita? Na mërtë në qopë, na mërtë. Tema gjona për diskutem, jo, në as pak